Sektori i turizmit në Kosovë ka njohur një trend rritës gjatë vitit 2025. Sipas të dhënave të publikuara në kuadër të hulumtimit të hotelërisë dhe turizmit, gjatë vitit të kaluar në vend janë regjistruar gjithsej 762.836 vizitorë, duke shënuar rritje krahasuar me vitin 2024. Nga numri i përgjithshëm i vizitorëve, 39.3% ishin vizitorë vendor, ndërsa 60.7% vizitorë të huaj, duke dëshmuar se Kosova po tërheq gjithnjë më shumë turistë nga jashtë vendit. Po ashtu, gjatë vitit 2025 janë regjistruar gjithsej 1.653.390 net qëndrime në objektet akomoduese të vendit. Nga këto, 45.4% janë realizuar nga vizitorët vendorë, ndërsa 54.6% nga turistët të huaj. Të dhënat e ASK tregojnë se interesimi i qytetarëve të Kosovës për të udhëtuar brenda vendit është rritur. Krahasuar me vitin 2024, numri i vizitorëve vendor është rritur për 9.1%, ndërsa net qëndrimet e tyre janë rritur për 8%. Edhe turistët të huaj kanë shënuar rritje të konsiderueshme. Gjatë vitit 2025, numri i tyre arriti në 463.092 vizitorë, ose 9.4% më shumë se sa një vit më parë. Sipas statistikave, numri më i madh i turistëve të huaj që vizituan Kosovën vijnë nga Shqipëria, Gjermania, Zvicra dhe Turqia, shtete që për vitesh përbëjnë pjesën më të madhe të vizitorëve ndërkombëtar në vend. Ndërkohë të dhënat tregojnë se gjatë vitit 2025, 639.945 persona kanë realizuar të paktën një udhëtim me net qëndrim brenda ose jashtë Kosovës, duke reflektuar një lëvizshmëri më të madhe të qytetarëve krahasuar me vitet e kaluara. Një tjetër tregues i rëndësishëm për zhvillimin e turizmit është edhe numri i hyrjeve të shtetasve të huaj në territorin e Kosovës. Sipas të dhënave të grumbulluara në pikat kufitare, gjatë periudhës janar-dhjetor 2025 janë regjistruar 7.465.625 hyrje të shtetasve të huaj, një shifër që dëshmon për çarkullimin e madh të vizitorëve dhe rëndësinë e rritjes të Kosovës si destinacion rajonal për udhëtime.